Siguria e pushuesve në të gjithë vijën bregdetare të Lezhës do të jetë prioritet edhe këtë sezon veror. Bashkia ka përcaktuar 10 vendqendrime për mjetet ujore, ndërsa monitorimi do të jetë i vazhdueshëm në bashkëpunim edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe Policinë Kufitare për një sezon sa më të mbar. Pjesa më e madhe e vendqendrimeve të caktuara për motorët e ujit ndodhet në plazhin e Shëngjinit. Janë 1 në Ranë të Hedhun, 6 në Shëngjin dhe 3 në Bregdetin e Tales. Bashkia bën vetëm përcaktimin e vendbazimeve dhe ruajtjen e sigurisë pranë tyre, ndërsa për lejen e mjeteve lundruese merret Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe i monitoron në bashkëpunim me Policinë Kufitare. Autoritetet kanë në vëmendje edhe elementet e tjerë të sigurisë në plazhe. Ka krijuar strukturën e përshtatshme për vendosjen e bovave në këto hapësira ku do ofrojë shërbimin e saj me siguri, me vërejtues dhe me komplet mbarvajtjen e këtij procesi. Edhe vetë operatorët turistik që operojnë në Shëngjin e konsiderojnë situatën të qetë, ndërsa vite më parë ka patur problematika me jet skit. Ka qenë shësirësë, vitet fundit është eliminu këtë problem, nuk kemi pas raste që nuk kanë afru të njerëz ku banë not ose diçka, për momentin njëherë për njëherë jemi në rregull. Normalisht ka problematika, por deri tani ndonjë shqetësim serioz nuk ka pas. Situata paraqitet e qetë edhe në Velipoj. Aty autoritetet kanë licencuar vetëm një subjekt që mund të operojë me aktivitetin e motorëve të ujit. Ndërkohë që janë miratuar 2 stacione për vendparkimin e mjeteve lundruese. Për autoritetet, rrezikshmëri paraqet fakti se këtë vit janë shumë përdoruesit vetjak të jetskive, të cilëve ju mungon informacioni, çka paraqet rrezikshmëri për pushuesit.